Mos hani hudhër përpara gjumit. 3 problemet që shkakton. Hudhra është padyshim një nga ushqimet të cilat nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj gjatë ditës. Vlerat e tyre për shëndetin janë të panumërta, sidomos kundër virozave dhe inflamacioneve dhe kur vjen puna te gjumi, ajo nuk ka asnjë ndikim në cilësinë e tij. Sipas të dhënave, hudhra është efikase në trajtimin e problemeve të ndryshme siç është arterioskleroza, ishemia, problemet me imunitetin, artritin dhe gjithashtu edhe problemet tuaja të shikimit. Në këtë video do të mësoni arsyet pse hudhra rekomandohet të mos konsumohet në mbrëmje përpara gjumit, dhe jo vetëm për aromën e fortë që ajo mund të ketë, por edhe për disa ndryshime të tjera që mund t'i shkaktojnë organizmit tuaj në tërësi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse e konsumoni hudhrën pak përpara se të shkoni për të fjetur, ajo mund të shkaktojë gjithashtu një nxitje dhe një acarim më të madh të shëndetit të stomakut. Hudhra stimulon sistemin tuaj tretës, ndaj sasitë e mëdha të hudhrës në ngrënien e mbrëmjes intensifikohen në sekretimin e lëngjeve gastrike dhe të përshtypjes. Një gjë e tillë do të lejojë gjurmë edhe në gjumin tuaj, duke ju krijuar më shumë vështirësi gjatë natës, duke ju bërë që të keni më shumë pagjumësi. Sekreti i përvetësimit të vlerave të hudhrës është ta konsumoni atë në mëngjes ose edhe në drekë. Por si mund ta konsumoni atë? Rekomandohet që nëse doni të konsumoni hudhër në darkë, atëherë duhet të hani 2 ose 3 orë përpara gjumit dhe ta shoqëroni gjithmonë me ushqime të ndryshme. Kështu do të evitoni edhe aciditetin e lartë që stomaku juaj mund të ketë. Hudhra mund të shkaktojë gjithashtu edhe probleme në rrugët e frymëmarrjes nëse konsumohet pak përpara gjumit. Ajo është e mirë për shëndetin tuaj, por në disa raste është e papërshtatshme që të konsumohet pasi mund të nxjisë edhe efektet e tyre anësore. Disa persona sipas LT-site e kanë të ndaluar të konsumojnë hudhrën në raste specifike. Personat që kanë të planifikuar një operacion nuk duhet të konsumojnë hudhra. Nëse keni planifikuar operacionin së shpejti, rekomandohet të mos e konsumoni hudhrën 2 javë përpara tij, pasi kjo mund të nxjisë gjakderdhjen gjatë operacionit. Njerëzit të cilët kanë tension të ulët të gjakut nuk këshillohet të konsumojnë hudhra. Nëse vuani nga presioni i ulët i gjakut, hudhra mund t'i bëjë më shumë dëm shëndetit tuaj dhe të komprometojë gjithashtu edhe organizmin tuaj. Ekspertët këshillojnë që personat që vuajnë nga tensioni i ulët të mos e konsumojnë hudhrën për të mos shkaktuar në organizmin e tyre edhe një rënje drastike të shëndetit të tyre. Njerëzit të cilët kanë probleme me shëndetin e mëlçisë nuk duhet ta konsumojnë hudhrën. Edhe pse hudhra mund të vrasë bakteret dhe viruset, por përbërjet e saj mund të shkaktojnë stimulime të stomakut dhe të zorrës suaj, të cilat pengojnë gjithashtu edhe sekretimin e lëngjeve tretëse në traktin tretës. Në këtë mënyrë do të ndikojnë në tretjen e ushqimeve të përkeqësuara dhe sjellin edhe simptoma të ndryshme të organizmit tuaj. Nëse bëni pjesë në këtë kategori të personave, hudhra nuk duhet të jetë pjesë e dietave tuaja pasi mund të nxjisë edhe inflamacione të njëpasgjeshme. Njerëzit të cilët do vuajnë gjithashtu nga sëmundjet e syrit nuk duhet ta konsumojnë hudhrën. Personat të cilët do vuajnë nga sëmundjet e syve veçanërisht edhe me ato me shëndet të dobët gjithashtu duhet ta shmangin hudhrën. Mjekësia tradicionale kineze promovon konsumin e rregullt të hudhrës në sasi konstante në dietën tuaj, por nëse bëni pjesë në këtë kategori të personave, ata këshillojnë të mos e përdorni atë në dietën tuaj pasi efektet dhe dëmet e tyre do të jenë vërtet të larta. Hudhra nuk duhet të konsumohet në këto situata, ama nëse e shtoni atë si duhet në dietën tuaj, ndikimet e saj do të jenë të plota dhe pa shkaktuar efekte negative të organizmit. Ekspertët këshillojnë që hudhra të jetë vlerë e shtuar e organizmit tuaj. Nëse konsumohet si duhet brenda normës lejuar, vlerat që do t'i marrë shëndeti juaj prej konsumit të saj do ta kthejnë atë edhe në një prej recetave më të mira ushqyese në përditshmëri. Gjithashtu, një thelpi hudhër i konsumuar në ditë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë
për shkak të efekteve që ka për organizmin. Shumë njerëz e duan hudhrën, pavarësisht nga aroma e saj. Ajo nuk bëhet vetëm një shtesë e shijshme, por gjithashtu mund të jetë e rëndësishme në mirëqenien tuaj. Sipas Brightside do të tregojmë disa arsye dhe situata ku mund ta shtoni hudhrën në dietën tuaj. Ullontimet kanë treguar se hudhra është një trajtim shumë i mirë alternativ për inflamacionet e mishrave të dhëmbëve dhe ka veti të fuqishme antibakteriale dhe antikërpullore. Ajo ka veti të mira antiplakje. Sipas ullontimeve, hudhrat janë efektive kundër shqetësimit të plakjes. Nëse rriteni ose bëheni të moshuar, sepse trupi do të shndrojë ushqimin dhe oksigjenin në energji. Sidoqoftë, ndonjëherë trupi ynë do të jetë pak entuziast në këtë proces dhe do të shkatrojë qelizat e tjera në proces. Nga ana tjetër, lëkura jonë bëhet edhe më e butë dhe truri ynë bëhet gjithashtu edhe më i ngadalë. Kjo është pasoja e stresit oksidativ, citon WebMed. Në këto raste, hudhra mund të jetë një shtesë e dobishme për shëndetin dhe dietën tuaj. Era e saj e bën që trupi të rrisë prodhimin e substancave në gjak, që shkaktojnë edhe oksidimin e tepërt të qelizave të trupit tuaj. Këto substanca zakonisht njihen si antioksidues dhe në këtë mënyrë hudhra ndihmon në shmangjen e plakjeve fizike. Hudhra është një zgjedhje shumë e mirë në forcimin e sistemit tuaj imunitar. Fakti që hudhra mund të kontribuojë në shëndetin tonë është e ditur prej kohësh. Hudhra ka qenë e njohur për shekuj me radhë për vetit që ka kundër bakterieve dhe gjithashtu kërpullave, viruseve të tjera. Për forcimin e sistemit imunitar duhet të hani hudhër të papërpunuar. Kur prisni ose shtypni hudhrën, ajo çliron gjithashtu edhe alicin. Kjo substancë ka shumë përfitime për shëndetin, por edhe gatimet e saj do ju bëjnë që të merrni shumë përfitime nga alicina. Hudhra mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë për sa kohë mund të ndihmojë kundër problemeve të tensionit. Hudhra është një nga produktet më të mira për presionin e lartë të gjakut. Studime të ndryshme sipas Health.com kanë treguar se marrja ditore e hudhrës, 1 deri në 2 thelpi në ditë për sa kohë nuk merrni medikamente, mund të jetë një zgjidhje afatgjatë edhe kundër këtyre komplikacioneve. Sigurisht, nëse keni të bëni me ndonjë sëmundje kardiovaskulare ose rritje të nivelit të kolesterolit, gjithmonë duhet të merrni specialistin dhe të merrni këshillat e tij. Hudhra mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj, por mund të përdoret gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar kështu gabimet në përdorim. Hudhra ka kohë që përdoret si një ilaç natyral për trajtimin e një rangu të gjerë të komplikacioneve në kushte të ndryshme të shëndetit. Hudhra përdoret për zemrën, për sistemin e gjakut dhe stabilizon shtypjen e tij. Mund të shmangë gjithashtu edhe komplikacionet e organizmit, ndaj përfshirja e hudhrës së freskët në dietën tuaj. Sipas Elsaj, do të jetë një zgjedhje mjaft e mirë ushqyese për stabilitetin që mund t'i ofrojë organizmi dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Disa prej studimeve tregojnë se përdorimet e hudhrës janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër radikaleve të lira. Atëherë, mund ta përdorni atë si duhet edhe për të përmirësuar shëndetin tuaj të përgjithshëm. Hudhra do të ofrojë një përmbajtje të quajtur alicin. Alicin i jep aromën hudhrës që ka, por a keni dëgjuar ndonjëherë se njerëzit e përdorin atë edhe si karamele, por kjo mund të jetë gjithashtu edhe një zgjidhje shumë e mirë. Kinezët e vendosin një hudhër në gojë dhe e lënë aty për të paktën 30 minuta. Kjo praktikë është një metodë e lashtë që përdoret zakonisht edhe në mëngjes. Rezultatet do të jenë të pabesueshme. Ushqyesit e shëndetshëm që gjenden te hudhra hyjnë në organizëm përmes përshtymes dhe i pastrojnë enët e gjakut. Pas 30 minutash ju do të nxirrni hudhrën, lani dhëmbët dhe në qoftë se ende keni erë të keqe të hudhrës, atëherë përtypni një kokër kafeje ose majdanoz. Kjo është një mënyrë alternative e cila mund të pastrojë trupin nga toksinat, të promovojë shëndetin e mirë, të pastrojë lëkurën dhe të ofrojë mbrojtje më të mirë kundër komplikacioneve, të cilat mund të prekin sistemin tuaj respirator. Kjo është një zgjedhje mjaft e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve, citon Steptuel. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.